Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atje ku një 41 vjeçar nga Podojeva është vrarë. Burim Havolli, në përpjekje sipër për të parandaluar një vjedhje, është goditur në kokë nga hajni. Për këtë rast janë deklaruar edhe familjarët e Lapjanit, të cilët treguan rrethanat e ngjarjes. 15 vite punoj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ta mbajtur familjen. Pikërisht puna që bën dyshohet se shqiptarit nga Podojeva, Burim Havollit, ja solli edhe vdekjen. Mëngjesin e së mërkurës në New York, bikqyrësi një ndërtese 8 katëshe, i njohur nga banorët si Beni, humbi jetën pas një përleshje që pati me një hajn. Sipas policisë e dëshmitarëve, Havolli kapi në flagrancë një 30 vjeçar që po vete pakën në hollin e ndërtesës, ku e mbajti të ndaluar derisa në vend ngjarje shkoi policia për të arrestuar të dyshuarin. Sipas mediave në Amerikë, fillimisht Burim Havolli nuk mori ndihmë mjekësore, duke u kthyer në apartamentin e tij në katin e dytë. Atje filloi të vjell për të rrëzuar pandjena në praninë të gruas së tij. Ajo dërguar urgjentisht në spitalin më të afërt, ku edhe fatkeqësisht vdiq. Pas ngjarjes mes lotësh për mediat atje ka folur vëllai i tij Blerimi. Ai ishte një person shumë i dobishëm. Njerëzit e telefononin natën në orën 8-9 për probleme ose çështje me mbajtje. Ai nuk refuzonte kurrë. Gjithmonë shkonte. Madje një herë që ishim këtu, po hante të pinim çaj së bashku. Tha më duhet të shkoj ta ndihmoj një grua të moshuar, që jeton e vetme. Ai vdiq duke e shpëtuar banorët, të gjithë ata që janë dje sot. Me faktin që Burimi nuk është më në mesin e tyre, nuk po pajtohen as familjarë tjerë. Nuk kam fjalë për ta shpjeguar. Është rrështim i madh. La pas 3 fëmijë të vegjël, 1 deri në 4 vjeç. Nuk besoj se nuk është më. Familjarët e Burim Havollit një version se si ka ndodhur ngjarja u kanë treguar dhe miqve të tyre që jetojnë në Kosovë. Që familja tregon që disa mund të kenë qenë përderisa ky e ka pasur atë e ka kapur për t'i adresuar policisë, mund kanë qenë disa goditje me telefon në kokë. Megjithatë ka ardhur ambulanta aty dhe nuk ka shkuar në spital, ka është kthyer bandes tin katin e parë me bashkëshortën, fëmijët, tek pas një orë e gjysmë ka pas disa shenja të dhimbjes së gjoksit. Dhe aty kanë ndërruar jetë. Pasi të përfundojnë procedurat e mjekësisë ligjore me trupin e viktimës, për të kuptuar edhe zyrtarisht shkakun e vdekjes, familjarët kanë njoftuar se Burim Havolli do të varroset në Kosovë. Flasim tani për një ngjarje që ndodhi vitin e kaluar brenda një institucioni arsimor. Mësimdhënësi Muhamet Hajredinaj akuzohet se nëntorin që shkoi kishte hedhur në shportën e mbeturinave flamurin Kuqezit dhe Plisin. E sot i njëjti u deklarua i pafajshëm rreth këtyre akuzave në gjykatore. Në muajin e festave të shqiptarëve po mbahet seanca ndaj një mësuesi që dyshohet se bëri përçarje kombëtare. Muhamet Hajredinaj akuzohet se pikërisht një ditë para 28 nëntorit hodhi në shportën mbeturinave flamurin kombëtar e Plisin. Avokati i tij mbrojtës kërkoi që gjatë shqyrtimit gjyqësor të përjashtohet publiku. Kjo kërkesë u kundërshtua nga prokurori special e u refuzua nga trupi gjykues. Seanca tani vazhdoi me leximin e aktakuzës. Ka marrë flamurin Kuqezit dhe Plisin dhe përkundër kundërshtimeve të nxënësve i ka hedhur në shportën e mbeturinave, si dhe ka larguar nga ora mësimore një nxënëse, e cila mbante këto simbole kombëtare me qëllim të pjesëmarrjes në programin festiv të organizuar nga shkolla për ditën e flamurit. Në lidhje me këto akuza, mësuesit të gjuhës angleze në shkollën Xhemal Mustafa në Prishtinë ju kërkuar që të deklarohet rreth fajësisë. A një vetë fajtor për bërë penale apo nuk e një vetë? Absolutisht. Nuk e një vetë fajtor. Pas këtij deklarimi, u ftua sërish prokurori për fjalën hyrëse. Se i pandehuri edhe më herët ka shprehur haptazi ideologjitë e tij fetare, nga se i njëjti sipas dëshmitarës kishte deklaruar në disa raste para nxënësve se muzika është haram. Prova inkriminuese sipas prokurorit Kodraliu janë gjetur edhe në telefonin personal të akuzuarit, ku janë gjetur materiale të shumta me përmbajtje fetare islame dhe ato vetëm në gjuhën arabe e disa edhe në gjuhën angleze, por asnjë në gjuhën shqipe. Në fund prokurori pati një propozim për gjykatën. Të pandehurin ta shpallni fajtor dhe ta dënoni sipas kodit penal. Se nuk ka pasur qëllim përdhosin e simboleve kombëtare, pohaj avokati mbrojtësit e akuzuarit. I njëjti nuk
nuk ka kërkuar asgjë më tepër se sa të respektohet disiplina në klas. Në asnjë deklarim të tij të vetëm nuk ka thonë që të ndalohet festimi i festës kombëtare e cila ka qenë ora 12. Avokati Muhamet Muja tha se klienti i tij ka qenë i bullizuar nga menaxhmenti i shkollës. I akuzuarit për disa vite, e që janë informuar dhe dhonë se në vëjtë si ti, ka qenë i bullizuar në atë vend të punës për shkak të pamjes së tij dhe veshjes së tij. Deklarim në këtë fazë pati edhe vetë i akuzuari. Gjaja është absolutisht diçka sikur unë po e dëgjoj për herë parë që s'ka ndodhur absolutisht në mes meje dhe aty. Ngjarja është krejtësisht e organizuar. Po e dëgjoj për herë parë. Në fund, trupi gjykues refuzoi kërkesën e mbrojtjes që në cilësinë e dëshmitarit të dëgjohet babai të akuzuarit, teksa u lëshua dhe urdhër për sjellje me detyrim nga policia për dëshmitaren Margareta Shabani. Me drejtsin do të përballet edhe ministria në detyrë Rozeta Hajdari dhe zyrtarët e tjerë ndaj të cilëve është ngritur aktakuz për rezervat shtetërore. Mirë po, krejt kjo, sipas Hajdarit, ishte një përpjekje prokurorisë speciale për të goditur Kurtin. Këtë dhe akuzat të tjera, ajo i ndau në konferencën për media që mbajti këtë të premtë. Për rastin e keqpërdorimit me rezerva shtetërore, u ngrit aktakuz ndaj saj. Mbi këtë çështje, ministrja në detyrë tregtisë Rozeta Hajdari ka zgjedhur të flasë publikisht 3 ditë pas njoftimit. Arsyetimet nuk munguan. Pa furnizim stabil të këtyre produkteve bazë, krijohet pasiguri sociale, panik, rritje çmimeve dhe potencialisht destabilizim ekonomik e politik. Dhe për këtë arsye, sigurimi i rezervave shtetërore të madrave ishte vërtet jetik. Sepse siguria kombëtare ishte në rrezik, duhej veprim i menjëhershëm i institucioneve tona. E nuk munguan as akuzat. Mbi këtë bazë Hajdari po pretendon se aktakuza ndaj saj e dëshmon tendencën e prokurorisë speciale ndaj kryeministrit në detyrë Albin Kurti. Për më shumë, kjo është për ndryshim nga qeverisjet e kaluara, ku rezervën shtetërore gjetëm në gremin, të vjedhur dhe duke cënuar sigurinë kombëtare të popullatës sonë. Për këtë, çdo pretendim i prokurorisë që vendimi është i kundërligjshëm nuk qëndron dhe vetëm afirmon tendencën politike të kësaj prokurorie speciale ndaj qeverisë Kurti. E kur foli për Kurtin, tha që ky i fundit nuk ishte i përfshirë në asnjë version, por më pas përmendi një. Dhe këtu nuk ka asnjë lidhje kryeministri Kurti. Kryeministri Kurti ka të vetmen lidhje që ka aprovuar me kolegjin qeveritar kërkesën tonë të ligjshme, sipas ligjeve në fuqi për largimin nga procedurat e prokurimit publik, sepse dështuam 3 herë. Kjo është vetëm ndërhyrje ligjore e qeverisë kur aprovon kërkesën tonë të ligjshme. Ajo ka deklaruar se ka ngritur padi ndaj policëve hetues, duke pretenduar se provat e përfshira në këtë rast janë mbledhur në mënyrë të jashtëligjshme. Të gjithat e ashtu quajtura prova të prokurorisë speciale janë mbledhur jashtëligjshëm përmes hetuesve që kanë zbatuar urdhrin e prokurorit Valdet Gashi, i cili i ka dërguar në Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë pa certifikat të sigurisë. Kjo ndodhi me 1 gusht të vitit 2023. Hajdari ka implikuar në këtë rast edhe Agjencinë Kosovare për Inteligjencë. Sipas saj, asnjë operator ekonomik që ka pasur kontakte, komunikime, negocime me Komisionin e Ministrisë për blerjen e rezervave shtetërore nuk ka krijuar grup në WhatsApp pa nënshkruar dokumente të AKI-s. Konsultuar një institucion përkatës për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar, në këtë rast AKI. E procesin gjyqësor ndaj shkrerëve të UÇK-s po e konsiderojnë të padrejtë nga organizata veteranëve të luftës, të cilët po vazhdojnë të kërkojnë drejtësi për ta. Kësaj radhe në mbrojtje të çlirimtarëve do të organizohet protestë në Strasburg të Francës, atje ku planifikohet të marrin pjesë rreth 6.000 qytetarë. Nga një protestë masive në tjetrën, Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s ka paralajmëruar një organizim tjetër tash në Strasburg të Francës. Sipas kreut të kësaj organizate, pritet që përballë Asamblesë së Përgjithshme të Këshillit të Evropës më 16 nëntor të marrin pjesë rreth 6.000 protestues nga gjitha trojet shqiptare. Ne jemi fazën përfundimtare, do thotë është Këshilli Organizativ në Evropë që kemi punë në Evropë para disa ditë,
kemi pas takim me shumicën e shteteve të Evropës, me njerëz të Margata, me datën 16 nëntor, në ora 13 para asamblesë së përgjithshme të Këshillit Sigurimit të Shtetit të Evropës, do të jemi prezent ato dhe do të ngrisim zërin pikërisht ku në ato objekt, në atë parlament, është ngrit një rezolutë, që dini edhe ju, për një gjyqat speciale, një rezolutë e një njeri të çmendur të një dikmorti. A i tha se disa kompani kanë shtrenjtuar biletat për shkak të interesimit të madh të qytetarëve për të udhëtuar me këtë qëllim pjesëmarrje në protestë. Kam dëgjuar se agjenci që vjen keq për agjencive pse i kanë shtrenjtuar biletat dje dhe pardje. Kjo është e vërtetë, ose më emron se i kanë shtrenjtuar biletat në Shqipëri, se kanë nxjerr në Shqipëri kanë nxjerr shumë bileta kosovar. Vjen keq që kanë shfrytzuar rastin disa kompani të shtrenjtojnë biletat që ka qenë shumë mirë para disa ditë, kanë qenë diku 72 euro me shkollë më për Bazel. Tash dëgjova kam bërë 120 euro, kam bërë që merr keq për disa qytetarë se sigurisht kanë mundësi marr. Gucati theksoi se organizatat e dala nga lufta nuk kanë marrë asnjë ndihmë financiare nga qeveria. Organizatat nuk ka parë, edhe institucionet e konfionin te qeveria asnjë me telek, si thonë, asnjë lek s'na kanë ndihmuar deri më sot. Në Holand prapë na kanë ndihmuar donatorët. Një protestë është paralajmëruar se do të mbahet edhe në Maqedoninë e Veriut. Në këtë periudhë, Partia Demokratike e Kosovës po përballet me një proces të brendshëm të rëndësishëm ku pritet që të votohet për kryetarin e ri të subjektit. Por një nga figurat kryesore të kësaj partie, Enver Hoxhaj, ka kërkuar zyrtarisht nga kryesia e PDK-s që konventa për zgjedhjen e kryetarit të partisë të shtyhet. Hoxhaj thekson se një parti serioze nuk mund të mbajë një konvent politike dhe përmbajtësore në një kohë kaq të shkurtër, duke nënvizuar se shtyrja e saj deri të dielën e ardhshme do i mundsonte antarësisë dhe delegatëve të njihen më mirë me kandidaturat dhe platformat e tyre. Kjo nguti nuk garanton garë cilësore as reformim dhe unitetin e kërkuar e të domosdoshëm për PDK në këtë kohë. Në Partitë Demokratike më shumë se një kandidaturë është mundësi për delegatët që të zgjedhin lirisht dhe ndihmon në pasurimin e platformave individuale, duke quar në ndërtimin e një platforme të përbashkët për PDK-n, ka shkruar Hoxhaj në Facebook. Nënkryetaria Kuvendit të Kosovës dhe sekretarja përgjithshme e PDK-s Vlora Qitaku në një përgjigje për Ekspres ka thënë se konventa e partisë në bazë të statutit duhet të mbahet brenda 5 ditësh. Çdo antar apo antare që i plotson kriteret e përcaktuara me statut është i mirëseardhur të kandidojë. Gara do të bënte konventën edhe më madhështore, ka thënë Qitaku për Ekspres. Kësaj partie, paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ja ka refuzuar ankesën për zgjedhje lokale në Mitrovicën e Jugut, përmes së cilës kërkonte dërgimin e kësaj komune në rivotim. Refuzohet e pavazuar ankesa subjektit politik Partia Demokratike e Kosovës me sedinë në Prishtinë, me cilën ka kërkuar që të urdhërohet Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që brenda fatit të caktuar ligjor të përsërisë procesin zgjedhor në komunën e Mitrovicës së Jugut, duke kryer rivotim në përputhje me ligjin dhe rregulloret përkatëse, thuhet në vendimin e PZAP-s. Sipas këtij institucioni, gjithashtu është hedhur poshtë pretendimi për trem bullgar. Pas kësaj, PDK-ja ka paralajmëruar ankesën në Gjykatën Supreme, pasi PZAP-ja refuzoi ankesën e saj lidhur me parregullsitë e pretenduara në procesin zgjedhor në Mitrovicën e Jugut. Në reagimin e partisë thuhet se vendimi i PZAP-s është i padrejtë dhe i pambështetur në realitetin e asaj që ka ndodhur në këtë komunë. Flasim tani për shefen e shtetit, Vjosa Osmani, e cila ka dhënë një intervistë për gazetën amerikane Politico. Gjatë kësaj paraqitje, presidentja ka kritikuar Bashkimin Evropian që e ka lënë anash aplikimin e Kosovës për vend kandidat, gjërsa tha se nuk po shihet progresi i vendit. Në 14 dhjetor të 2022-s, Kosova bëri hapin e parë drejt Unionit Evropian. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, bashkë me kryetarin e kuvendit në atë kohë, Glau Konjufcën, dhe kryeministrin tashmë në detyrë Albin Kurtin, kishin firmosur aplikimin e vendit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. Por ky dokument, sipas Osmanit, ka mbetur në sirtaret e BE-s. Në një intervistë për gazetën amerikane Politico, e para e shtetit ka dhënë kritikat e saja për ta. Meq sipas saj, Brukseli zyrtar duket se nuk e sheh dhe nuk e ndjen progresin që ka bërë Kosova.
por shpresoj që Gjermania do të luajë atë rol udhëheqës në shtyrjen e një procesi të bazuar në merit, sepse ne nuk po kërkojmë bamirësi, ne nuk po kërkojmë rrugë të shkurtër, po kërkojmë pikërisht respekt për punën që bëjmë dhe pranimin e reformave që ne ndërmarrim, dhe nëse kjo do të merret parasysh, Kosova do të bëhej vendi udhëheqës, por realiteti është se tani për tani aplikimi ynë as nuk është shqyrtuar. Ne aplikuam në dhjetor 2022 dhe tani jemi pothuajse në dhjetor 2025, ai ndodhet diku në sirtarët e Bashkimit Evropian, por nuk po ecëm përpara. Shefja e shtetit ka thënë se rruga integruese e Kosovës mbetet e bllokuar dhe sipas saj, procesi i bazuar në merita për të cilin BE-ja flet aq shumë, ende s'po shihet në praktik. Nuk e ndjejmë që kjo qasje pro-evropiane dhe fakti që ne jemi 100% të përafruar me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë së BE-s është parë ose vlerësuar. Përkundrazi duket sikur merret e mirëqen, 97% e njerëzve sigurisht janë pro-evropian. Reformat tona në ekonomi, në sundim të ligjit, sidomos në luftën kundër krimit dhe korrupsionit kanë qenë thelbësore. E rëndësishme sipas Osmanit është që Kosova të mos shihet më si barr. Ne kemi popullsinë më të re në Europë, cila është e aftë shumë gjuhëshe, më e mira në Europën juglindore për konkurenshmërinë në IT. Ata janë të shkëlqyer, por është kapitali njerëzor, është potenciali ekonomik që është i madh. Në të njëjtën kohë, mendoj se duhet parë edhe si një domosdoshmëri strategjike. Ballkani perëndimor që nuk është i paqes, i qëndrueshëm dhe i sigurt, do të thotë një Europë që nuk është e paqes, e qëndrueshme dhe e sigurt. Osmani në këtë intervistë ka thënë se Kosova nuk bën flirt me vendet të tjera e fuqi keqdashëse si Rusia, Kina e Irani, të cilat i quan edhe si trekëndshi i së keqës. E po, Bashkimi Evropian e ka përkrahur një projekt në komunën e Gjilanit, aty ku tash sa ditë është funksionalizuar një ascensor. Ky është në funksion të personave me aftësi të kufizuara, gjë që e ka lehtësuar qarkullimin e kësaj kategorie, veçmas të stafit që janë të angazhuar në këtë institucion. Tash e 3 ditë ngjitja në katët të sipërme të objektit i është thjeshtësuar. Sebahat Ismaili dhe personat e tjerë me aftësi të kufizuara, tash tutje do të kenë më të lehtë qasin në objektin e komunës së Gjilanit. Funksionalizimi i ashensorit që u bën nga vetë institucione përmes projektit të BE për të gjithë e gëzoi zyrtaren e Gjilanit. Është kriju një qasje më e lehtë, sidomos për neve personave me aftësi të kufizuara. Pe kemi tash më të lehtë qasjen edhe në katin e dytë, edhe në katin e tretë, deri tash u kon pak shumë e vështirë ose e pamundur, të them. Sfidat me të cilat përballej më parë Ismaili ishin goxhat të mëdha. Unë për veten time kam pak lëvizje ashtu edhe jam gjitë me mend në katin e dytë, po ka pas persona të cilët e kanë të pamundur sepse janë përdorus të karrocave edhe u konë shumë e vështirë. E drejtoresha e administratës Arbenita Sopi Haziri tregoi për televizionin se u dashën 2 vite deri në finalizimin e projektit. Projekti ka pas ndërprerje ndërkohë, afërsisht 2 vite, 1 vit e gjysmë. Realizimi i këtij projekti është mundësuar përmes ndërmjetësimit të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal. E ata që u dalin në ndihmë qytetarëve të Gjilanit u shpërblyen nga mërgjimtarët. Zjarfiksit pranuan disa donacione brenda pak ditësh me pajisje të veshëmbathjeve për ta të cilat kapin vlerën prej mijëra eurosh. Kjo iniciative mërgjimtarëve u vlerësua shumë nga qytetarët. Këto pompa të cilat ju shërbejnë zjarfiksëve në Gjilan janë donacion. Pajisjet në vlerë të 60.000 eurove i dhuroi një mërgjimtar për ta. Zjarfikset së fundi u furnizuan edhe me rroba, këpucë e çizme po nga mërgjimtarët. Këtë angazhim nga diaspora po e shohin si pozitiv qytetarët të kësaj komune. Është një ndjenjë mirë lidhja bashkëtorëve me vendin nom, prandaj si dukuri e tillë vlerësohet shumë mirë. Një tjetër mendon se ndihma e tyre është e domosdoshme. Mos me qenë, vallahi, në kohën që jemi na shkojmë poshtë, por faleminderit për tyne se mirë janë punët. E kjo mirë se ardhuna që ju kanë ndihmu këtu në zjarfikse. Donjëherë nuk është shumë ajo që përcakton rëndësinë, por ndjenja e gatishmërisë për të ndihmuar vendin. Kështu thot drejtori për mbrojtje dhe shpëtim në Gjilan Bejtullah Osmani. Osmani u shpreh se çdo donacion është i nevojshëm dhe i mirëseardhur nga ana e tyre.
Duke ditur mungesat që i kem ne si shoqëni, natyrisht nuk kem buxhet asnjëherë mjaftueshëm për shkak të kësaj. Çdo donacion është i mirëseardhur, edhe pse njësia jonë është goxha mirë e përgatitur, edhe pajisur me pajisje, po këto pajisje natyrisht vetë sa e rrisin numrin e pajisjeve të nevojshme për raste të ndryshme të emergjencave në komunën tonë. Më tej, ai tregon se gjatë këtij viti zjarfikësit kanë intervenuar në mbi 600 raste. Bazuar në raportet e njësisë profesionale të zjarfikësit dhe shpëtimit, i kemi mbi 600 raste të intervenimeve të ndryshme, nga këto kryesisht ose shumica e tyre kanë bëjnë me zjarre malore dhe fushore. Zjarfikësit në Gjilan funksionojnë brenda një objekti që ekziston nga vitet e 70-ta. Aty po punohet për ndërtimin e një aneksi të garazhave për vendosjen e automjeteve. Një 70 vjeçar në Dobërgjan të Gjilanit ka vdekur në rrethana ende të panjohura. Rasti ka ndodhur të njëjtën rreth orës 5:10 të mëngjesit. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Gjilanit Ismet Ashani tha se policia me të marrë vesh rastin ka shkuar në vendngjarje. Nga hetimet e para aty ka qenë edhe ndihma e shpejtë, është vërtetuar që një person pa shenja jete gjendej në një nga dhomat e shtëpisë së tij. Janë të hyrë njësitet e tjera hetuesit rajonal të forenzikës, është njoftuar prokurori i shtetit, ka thënë Ashani. Ai tregon se nga hetimet e para ka dyshime se rasti ka të bëjë me vetvrasje. Pas të lasheve të ditëve paraprake, shërbimi spitalor klinike universitari Kosovës ka stabilizuar furnizimin me materialin e nevojshëm për dializë. Kjo ka shtuar fluksin e pacientëve këtë të premte të cilët shkuan për të marrë terapin, gjë që e konfirmuan ata vetë. Çdo ditë për 4 orë trajtimin këtu e kanë të domosdoshëm. Qindra pacient që vuajnë nga dializa javët e fundit patën probleme me terapin, e cila u ofrua në orar të shkurtuar. Kjo për shkak se materiali i nevojshëm ishte drejt përfundimit e furnizim spati. Këtë pohojnë vetë pacientët. Kena hjek një ditë bërë, 2 ditë. Kena nejtin 2 pa dializë, pa hinske posqore se 2 ditë jena konë shpe. Po tani jo koja pa bin, jo kështë të rritë ndrem s'ka poseq. Pa dializë na nuk kena jetë. Na e vanu na dializën, mos kena, shako pinive më shumë. S'ka kur që. E për këtë të premten, ajo mori informacion që tash ka sasi të mjaftueshme dhe ky shërbim është në dispozicion me orar të plot. Sot nuk jam hi halja, thanë ka, së di. Që pati material të mjaftueshëm e pohoj edhe një familjare e pacientit prapa kamerës. Për çdo ditë ka pas plot, a mos të fullish. E një ditë më parë të njëjtën, shërbimi spitalor klinike universitari i Kosovës njoftuan që furnizimi me materialin për dializë është stabilizuar. Shërbimi spitalor dhe klinik universitari i Kosovës njofton opinionin publik se sot po realizohet furnizimi me materiale në sasitë nevojshme për shërbimet e hemodializës në të gjitha njësitë në QKK, por edhe në spitalet e përgjithshme. Sqarojmë se përkundër disa të lasheve teknike gjatë furnizimit në ditët e fundit, asnjë pacient nuk ka mbetur pa e marrë shërbimin e nevojshëm në QKK dhe spitalet e përgjithshme. Ndërkohë nga Ministria e Shëndetësisë kanë heshur kundrejt kësaj situate me të cilën u përballën pacientët me dializë. Sot është shënuar dita botërore e diabetit dhe në këtë rast drejtoresha e klinikës endokrinologjisë Merita Emini Sadiku ka dhënë informata mbi numrin e pacientëve që vuajnë nga kjo sëmundje. Sipas saj 15.000 pacientë me diabet trajtohen çdo vit vetëm në këtë qendër mjekësore që ajo e drejton. Është një sëmundje kronike, mjaft e përhapur, e cila karakterizohet me rritje të sheqerit në gjak. Kjo rritje e sheqerit në gjak provokon komplikime kronike, të cilat ne kemi pas mundësin t'i grumbullojmë dhe t'ju ofrojmë sot edhe me pamje vizuele. Pse po rritet diabeti në botë, jo vetëm për shkak të plakjes së popullatës, por edhe për shkak të shtimit të obezitetit, që është një prej sëmundjeve kronike, të cilat e rrezikon mas shumë të pacientin që ta fitoj sëmundjen e sheqerit më shpejt se sa që duhet. E obeziteti në botë është duke u rritur fal në thojsa ushqimit të pashëndetshëm, jetës sedentare, stresit në punë e shumë faktorëve të tjerë duke përfshirë edhe trashëgimin.
Ne në klinikën tonë funksionojmë në 2 reparte. Është reparti diabetologjisë dhe endokrinologjisë me sëmundje metabolike. Në Kosovë diku 7.9%, bazë të punimeve të cilat janë bërë në Institutin e Shëndetit Publik, ndërsa si prediabet ka diku 6.1%. Në mbarë botën çdo i 9 individ ka këtë sëmundje. Dhe në total është diku 589 milion mbarë botën. Në Kosovë, në bazë të statistikës 7.9%, dhe popullatës 1.600.000 i bie diku 126.400 pacient kanë sëmundjen e diabetit, 90% prej tyre janë me diabet tip 2, diku 15.000 pacient i kemi brenda vitit. Kjo është edhe arsyeja që kemi dashur njëftu. E përndërë të ditës ndërkombëtare të diabetit, Spitali Amerikan sot ka ofruar shërbime falas për qytetarët në sheshin Zahir Pajaziti në Prishtinë, nga matja tensionit deri tek rekomandimet për trajtimin e kësaj sëmundjeje, ishin ndihma që u ofruan nga ky spital sot. Nga mëngjesi deri në pasdite do të jenë në shërbim të qytetarëve. Nga matja tensionit deri tek rekomandimet për trajtimin e sëmundjes së diabetit janë shërbime që ofrohen falas nga Spitali Amerikan. Për ndërë të ditës ndërkombëtare të diabetit, Spitali Amerikan edhe këtë vit u gjet pranë qytetarëve që kalonin në sheshin Zahir Pajaziti. Më shumë për këtë ngjarje foli endokrinologu Gent Shala. Për këtë arsye kemi këtë shtanin mrapa ku i ofrojmë qytetarëve të rastit të bëjnë matjen e glikemisë apo sheqerit në gjak, matjen e tensionit dhe informata të ndryshme lidhur me diabetin apo edhe për sëmundje tjera dhe oferta që i ofron Spitali Amerikan. Endokrinologu Shala tregoi se cilat janë shenjat e para tek pacientët me diabet. Siç është për shembull uria, urinimi i shpeshtë, humbje peshë, lodhje, etje e madhe, tharje gojës, të lajmërohen te mjeku i vet personal apo mjeku i përgjithshëm apo endokrinologu më i afërt të bëjnë matjen e sheqerit të shohim ku jemi me sheqer. Shala për fund ka një mesazh. Për gjithë pacientët, ata që nuk janë pacientë të kenë kujdes në ushqim, të kenë kujdes të mos kenë jetë sedentare, pra të qëndrojnë shumë ullur. Spitali Amerikan mbetet i përkushtuar dhe në shërbim të pacientëve duke garantuar trajtim profesional. E me këtë lajm po e mbyllim edhe këtë edicion informativ të orës 19:30 këtu në televizionin 7 për këtë të premte gjithë juve që na ndoqët për t'u informuar. Mirëmbëjtje.